Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush një lajm i cili sot rezulton që të ketë figuruar si i rrëfimi një historie. Ju e dini shumë bukur që Mihmoza Ahmeti brenda shtëpisë së fermës ka treguar disa herë që është duke vuajtur jashtëzakonisht shumë, është duke kaluar nëpër trauma në jetë, po kujdeset për bashkëshortin e saj i cili vuan nga një sëmundje shumë e rëndë dhe ne kemi arritur të zbulojmë se çfarë sëmundje ka bashkëshorti i Mimozës. Teksa po qëndronte Mimoza tek pjesa e fermës me Jonën, Jona Lekbellon, e cila ka bërë dhurata pafund për Mimozën brenda në shtëpi. Mimoza ja tha emrin e sëmundjes së bashkëshortit. Do me thënë, është multiple skleros, multiple skleros, thuhet në gjuhën angleze, por ne tani do ta shohim në mënyrë të detajuar se çfarë sëmundje është kjo dhe më pas do të analizojmë se sa e vështirë është të jetosh në një shtëpi me një person i cili vuan nga kjo sëmundje. Kujdesi për një person me këtë sëmundje është një sfidë reale, thotë, por nuk është gjithmonë i njëjtë. Por gjithsesi njerëz shohim çfarë është kjo sëmundje. Njihet si MS. Është sëmundje kronike që prek sistemin nervor, trunin dhe palcën kurizore, do me thënë, lëre që nuk është në vetëdije, por është edhe i palëvizshëm. Te kjo sëmundje, sistemi imunitar gabimisht thot sulmon një shtres mbrojtëse të nervave që quhet milenë. Kur kjo dëmtohet, sinjalet nga truri në trup ngadalsohen ose bllokohen tërësisht. Shfaqen probleme në lëvizje, ndjesi dhe funksione të tjera. Tani simptomat ndryshojnë nga personi në person, por shpesh i përfshin këto pika që do t'i them. Lodhje e madhe, dobësi në duar ose në këmbë, mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash, probleme me shikimin, për shembull shikim i paqartë, vështirësi në ecje dhe balancë, gjithashtu edhe marramendje. Këto janë simptoma që këto persona që vuajnë nga kjo lloj skleroze, do me thënë është një ndër sklerozat më të rënda që mund të kalojë një njeri, i kanë këto lloj simptomash. Tani, a është e shërrueshme kjo sëmundje? Aktualisht nuk ka shërim të plot, por ka trajtime që ngadalsojnë sëmundjen, mund të kontrollohen simptomat dhe shumë njerëz jetojnë gjatë dhe aktivisht me MS. Do me thënë është sëmundje që shkon shumë vite për të marrë kohë si sëmundje. Pse ndodh kjo gjë? Shkaku nuk dihet saktësisht, por lidhet me faktorë gjenetik, do me thënë burri i Mimoza Ahmetit e ka të trashëguar se nga e njëjta sëmundje vuan dhe motra e tij, ashtu siç Mimoza e ka thënë, me sistemin imunitar lidhet shumë, edhe ndoshta me faktorët mjedisor, do me thënë me mjedisin ku ai jeton. Tani, sa është e vështirë që të kujdesesh për një person me sëmundje të këtill, do me thënë kujdesi për një person me sëmundje të këtill thotë është një sfidë reale, por nuk është gjithmonë i njëjtë. Varet shumë nga gjendja e pacientit. Nëse pacienti është në gjendje shumë të rëndë, nuk kupton që kujdesi është i tmerrshëm. Për ato të cilët janë të lehtë në fazën të hershme, ndihma duhet të jetë e vogël në përditshmëri, kujdes emocional dhe mbështetje, se do të thënë këto kanë edhe probleme emocionale, dhe kujtime për ilaçe apo për vizita. Do të thënë është një mbikëqyrje normale. Tani për mesatarët, të cilët janë të smurë në formë mesatare, ndihmë në punë shtëpie, lëvizje ose transport, do të thënë duhet të kujdesesh për to, menaxhim i lodhjes së pacientit dhe kujdes për humorin dhe stresin e tij. Do të thënë energjia e tij ndryshon jashtëzakonisht shumë, ndërsa për të vështirët është ndihmë për ecje, ngritje ose higjen, do me thënë këtë që e ka bashkëshorti i Mimoza Ahmetit, kujdesi vazhdueshëm gjatë ditës,
mund të jetë fizikisht dhe emocionalisht jashtëzakonisht lodhës. Do me thënë të shkatron shpirtërisht, ashtu siç Mimoza është duke shpjeguar. Tani çfarë bën më shumë të sfiduese këtë gjë? Lodhja e vazhdueshme e pacientit, duhet shumë durim do me thënë të ketë pacienti në këtë rrugtim, ndryshimet e papritura të gjendjes, stresi emocional, shqetësim për të ardhmen dhe ndonjëherë mungesa e kohës për vete. Do me thënë, për kujdestarin, kjo gjë është shumë e lodhshme, ashtu siç edhe Mimoza Ahmeti në fakt është duke shprehur në shtëpinë e fermës që lodhet jashtëzakonisht shumë me bashkëshortin e saj. Dhe kjo e ka bërë Mimozën që të mos ketë, do me thënë, një të ardhme të mirë në kuptimin e anës financiare.